Po gjëja më e rëndë në këtë gjithë historinë në lidhjen me institucioneve të politikës me krimin e tjerë, nuk është përtej demagogjisë, fjalëve akuzave, kundër akuzave, se me këto në është bërë lëkura shoh gjithë, domethënë se një jetë kështu ka qenë politika shqiptare. Por ajo gjë që të bën të mendosh është kur ti sheh që një pjesë zyrtarës, cilët e marrin rrogën në shtet dhe e kanë shef atë që jep rrogën, pra qeverinë, shtetin apo institucionin ku drejtojnë. Ata llogarinë nuk e japin aty, po llogarinë shkojnë e japin në vende të tjera, o te oligarkët, o te bandat, ose te biznesmenët. Kjo është gjë shqetësuese. Se kjo tregon atë shturjen e shtetit. Kështu që si rrjedhoj, kur ndodhin ngjarje të rënda, si ajo e Rinasit apo si kjo e Elbasanit e tjerë, ekziston dhe mosbesimi shumë i lartë që institucionet e sigurisë në vend, në rastin konkret policia po edhe prokuroria e tjerë, do jenë të afta të zbardhin këtyre. Sepse është krijuar perceptimi që ka realisht një lidhje mes krimit edhe njerëzve të cilët përfaqësojnë shtetin në nivele të ndryshme, o nivel politik, o nivel teknik. Do të thuash që është vetëm perceptim dhe ky është edhe realitet. Mundet të jetë të dyja bashkë, por si thuhet, më mirë dali nami apo të syri. Apo të humbës syri, sepse jemi pikërisht këtu te kjo gjë, sepse duke bërë zgjedhje një herë 2 vjet, se kështu kemi në zgjedhjet në Shqipëri një herë 2 vjet, duke shkuar gjithmonë duke kërkuar votat e këtyre njerëzve, këtyre komuniteteve, të cilët kanë mbështetje, kanë lek, kanë para, kanë influencë. Dashje pa dashje, politika i ka ulur në tavën e pushtetit dhe janë ortak në tavën e pushtetit, në një kohë ose në një tjetër. Me pak pushtet apo me shumë pushtet. Problemi është i logjikës. A do ketë fuqi shteti shqiptar që të vetë pastrohet apo institucionet shqiptare dhe të qetësohet dhe situata me krimin organizuar? Se di, unë me shoh të vakët mundësin. Ka një përpjekje të prokurisë posaçme, po dhe të prokurive të rrethave të shikot e fundit e tjerë, ndoshta edhe të policisë, po ato janë kryesisht me ndërhyrje nga shtetet e huaja aleate ose partnere, po të mos kishte qenë që do dilnin përgjimet e SKCC-s, të cilat kanë ardhur nga jashtë. Një pjesë e madhe atyre njerëzve do vazhdonin të ishin njerëz të lirë rrugëve dhe do vazhdonin aktivitetin e tyre të biznesit e tjerë. Ky është realiteti. Na pëlqen, s'na pëlqen, duhet të lexojmë me këtë si realitet. Atentatet të këtij kalibri që po ndodhin rëndom fatkeqësisht në këtë vend, sa të vështira janë për tu zbardhur? Po, shumë e vështirë nëse. Shiko, ka një problem që duhet bërë punë e jashtëzakonshme parandaluese dhe policia kriminale duhet të jetë shumë e fortë. Po që të kesh policinë kriminale shumë të fortë, niveli i fortë i pastrimit të radhëve pra policinë e shtetit, i teknologjisë, i funksionimit të sistemit të inteligjencës, pra për të parandaluar ngjarjet, për të ditur ngjarjet përpara, duhet të ndryshoj komplet. Dikur tek ne i plotfuqishëm i lagjes dinte gjithçka. Sot realiteti në Shqipëri është tjetër, aq më tepër kur një pjesë e krimeve realisht origjinon nga jashtë territorit, sepse bizneset janë jashtë territorit. Dhe kur ata vijnë të përplasen këtu për interesat të shumë fishta, ne nuk e dimë se cilat janë, për shembull rasti i fundit i asaj ngjarjes në aeroport i vrasjes 2 fish, ata sapo vinin nga Spanja. Ne nuk e dimë, mund të jetë këtu, mund të jetë Spanjë, mund të është këto gjëra do të zbardhin hetimet, por nuk janë thjeshta. Nuk janë thjeshta sepse tek e fundit kaq janë 400 prokurorë ka gjithë Shqipëria, mos mendojmë se ka një çudi të madhe këtu. Është një sfidë në rrugën për të bërë shtet evropian, është një sfidë që do ta kalojmë siç e kanë kaluar gjithë tjerët. Po sa do jetë e mundshme brenda një kohë kaq shkurtër dhe sa funksionale do jetë, se di. Po, a është e mundur që të pastrohen radhët e policisë së shtetit, sepse gjithmonë e më shumë dalin prej tyre të implikuar dhe të lidhur edhe me botën e nëndeshme të krimit. Ndoshta kjo është një nga elementët që po shton pasigurinë apo po e bën më të trimëruar krimin. Nuk është puna që njëri është friksuar dhe tjetri është trimëruar. Skena është më e thjeshtë, në mendimin tim.
është krijuar bindja, ndoshta jo dhe paqëndrueshme, se ka një bashkëtesë mes krimit dhe institucioneve shtetërore. Ku policia sigurisht është institucioni i parë që prekët me njerëz. Po kjo dëmton dhe ata mirë policisë, cilët janë njerëz të pastër, Pikërisht. janë efektiv zot, bëjnë sakrifica etj. Sepse duke qenë që edhe media në anën tjetër, me shumicën e informacioneve të rreme apo të vërteta, kjo nuk ka shumë rëndësi në të pikpamje, ka krijuar perceptimin që ekziston kjo lidhje e vërtet mes krimit edhe policisë. Po, a është vetëm policia? Unë mendoj që policia është vetëm një faktor, janë gjithë institucionet. Kush ka nën kontroll kë sot? Krimi, politikën, shtetin apo anasjellës? Po nuk është puna se janë në kontroll ose ka një komandë hierarkike. Çështja është që është një valle që nuk hidhet e vetme. Pra që të ekzistojë, pra. Mirë, ti po thua kështu që gjithmonë kështu është hedhur kjo valle. S'ka ndonjë ndryshim pra. Jo, nuk po them që kështu është hedhur kjo valle. Është një valle që nuk hidhet vetëm, që do të thotë që janë shumë faktorë mes. Po nuk është faktori biznes, krimi nuk ka çfarë të fitojë. Por për gjithë to vendimarrje duhet politika. Po edhe politika do ja lërë institucioneve në dorë. Pra janë të lidhur, janë ndërthuar, nuk është se mund të thuash që është kaq e thjeshtë. Është ky shefi dhe këta janë shefat. Kupton. Çështja është që përveç perceptimit ka dhe një realitet në terren. Ata përpiqen, për shembull në rastin e Elbasanit, u treguar që mund të e zbardhën shumë shpejt dhe po e zbardhin shumë shpejt. Po tek e fundit kaq janë, çfarë do bëjmë tjetër? Nga këto ngjarje duhet ketë kulturë dorëheqje, ka përgjegjës, sepse sa herë që ndodhin atentate, shumë thirrje bëhen drejtuar shtetarëve, po Këtu nuk jep dorëheqje as presidenti i Federatës ping-pongut, jo më t'japin dorëheqje politikanët dhe drejtuesi institucioneve. Harroj. Këtu nëse nuk gjenden përballë faktit, dënimit ose ekziston kulturalisht tek ne është problem dorëheqje. Politikani i fundit që ka dhënë dorëheqje këtu të rëndësishme ka qenë Ilir Meta në historinë e videos. Nuk ekziston. Mëndërisht nuk ekziston dorëheqje. Fatosnano ka pasur dorëheqje. E imagjinon ti për shembull, ta janë disa deputet, nuk po them emra për shembull, Hisa Liberishit, që gjithashtu e ka kalu kufir. Arrin aty në parlament, edhe mos bëjnë asgjë, edhe mos i dëgjohet zëri. Edhe kur s'ka nevojë ekonomike, vetëm që s'ekziston koncepti i dorëheqjes. Po të kishte ekzistuar këtë gjë, do të kishte ndodhur rotacioni tek ne. Nuk ekziston. Prandaj unë them që sistemi më i mirë që ne mund të aplikojmë në Shqipëri është sistemi amerikan. 2 mandate, 3 mandate shko të shtëpia. Po ta kesh me ligj. Nëse ti do shkosh me konceptin që ndodhi kjo gjë dhe ata do vrasin ndërgjegje. Nuk ekziston.